Kështu që kemi këtë sjellje represive dhe protesta e sotme. Pra të mitur? 16 vjeç. 16 vjeç. Dhe protesta e sotme shkon kundër këtij represioni, shkon kundër bllokimit total dhe shkon për të zhbllokuar këtë mjet qarkullimi për sa kohë ne nuk na ofrohet në këtë kryeqytet mjetet alternative të transportit, siç tash trami, tramvaji e të tjera, dhe për sa kohë kjo qeveri na shet naftën më të shtrenjtë në Europë, 1800 lekë litri naftës, nuk e përballojnë dot të gjithë, nuk janë gjithë ajdut që të përballojnë 2-3 makina siç mund t'i përballojnë disa të tjerë. Ka nga ata që përballojnë vetëm monopatinën. Pse t'ja ndalojmë ne këtyre të shkojnë në punë, të shkojnë në shkollë, të shkojnë në universitet? Pra, nuk është bërë një studim i tillë. Brenda ditës janë ndaluar dhe atëherë u bllokuan dhe u rrëmbyen. A ka indikacione, Rigels, që vendimi mund të favorizojë interesat të kompanive të transportit ose të koncesioneve? Kjo është një aludim tjetër që ne sigurisht së bashku me grupin organizator e kemi menduar. Mundet që të ketë një influencë nga kompanitë e naftës, të cilëve mund t'ju ketë rënë puna dhe kanë ushtruar një lloj presioni te ministrja për të nxjerrë këtë urdhër brenda ditës. Mund të jetë një lloj presioni nga kompanitë e taksive në Tiranë, po mund të jetë edhe një pararoj e një futjes në një koncesioni të ri për monopatinat në Tiranë, ashtu siç ishte bin i Bashkisë Tiranë, të cilën e hoqën nga qarkullimi, së bashku me kryetarin aktual jashtë qarkullimit, për të futur një koncesionar të ri i cili do të na taksojë, do të na targojë, do të na marr para të tjera. Është interesante, Lili, dua ta theksoj që gjithmonë që qytetarët shqiptar kanë zbuluar një rrugë për të kursyer, qeveritarët nuk i ka zënë gjumi për t'ju mbyllur këtë rrugë sepse duan t'i mbajnë të nënshtruar. Ne zbuluam monopatinat, na i rrëmbyen. Kur ne blem makina elektrike, u rrit çmimi i energjisë elektrike për karikimin e tyre. Kur ne i bëjmë makinat me gaz, rritet çmimi i gazit. Kur ne blem produkte online, del një taks për blerjen e produkteve online. Pra gjithmonë ata janë një para për të na penguar, për të kursyer, sepse parat në duart e qytetarëve janë më shumë liri për ta, dhe më shumë liri për ta është lajm i keq për ata që na qeverisë. Ndërkohë që si argument, Rigels, për bllokimin, ministria ka sjell rënien e numrit të aksidenteve, pa dashur të rikthehemi edhe një herë në fillim të bisedës sonë. Për sa kohë mbrohet jeta e njerëzve edhe masa, duket sikurse konsiderohet e drejtë dhe proporcionale. Si e shikon? Edhe pse ti the që numri i aksidenteve në 5 vitet e fundit ka qenë i lartë. E para, në qoftë se ju kujtohet, në kohën e pandemisë kishim 0 aksidente rrugore. Se nuk kishim me makina në rrugë. E dyta, ndërkohë që ministria ishte live duke e thënë këtë, u shkaktuan 2 vrasje me thik për çështje parkimi në Tiranë. Pse? Sepse Tirana nuk e përballon më qarkullimin me mjete private, makina private në Tiranë, dhe nuk ka kapacitete qoftë për të parkuar, qoftë për të zhvilluar qarkullimin rrugor. Dhe kjo ndodhi ndërkohë që ministria ishte live.